Një burr zhduket në një lumë të përmbytur, dhe ajo që policia gjen më pas është e frikshme. Në Afrikën e Jugut, një shef hoteli 59 vjeçar u rrëmbye nga rrymat e forta teksa përpiqej të kalonte një urë. Por historia nuk mbaron aty. Pas disa ditësh kërkimi, një krokodil gjigant tërhoqi vëmendjen e autoriteteve. Ai qëndronte i palëvizur, me bark të fryrë, shenja të qarta se kishte ngrënë së fundmi. Policia mori një vendim ekstrem. Krokodili u qëllua nga helikopteri. Kur u hap, doli e vërteta tronditse. Brenda stomakut të tij u gjetën mbetje njerëzore që përmes ADN-s u konfirmuan si të viktimës. Por ajo që i la të gjithë pa fjalë ishte diçka tjetër. Kpuc, shumë kpuc. Asnjë prej tyre nuk i përkiste viktimës. Ekspertët thonë se krokodilët nuk tresin plastikën, që do të thotë se ato mund të kenë qenë aty prej vitesh, duke ngritur një pyetje të frikshme: sa njerëz të tjerë mund të kenë përfunduar në të njëjtin fat? Ndërkohë operacioni për të marrë trupin e krokodilit ishte jashtëzakonisht i rrezikshëm, me oficer që rrezikuan jetën mes 10 grabitçarëve të tjerë. Kjo histori është një kujdes e errët. Në disa vende të botës, natyra nuk fal, dhe grabitçarët, si krokodilët e Nilit, mbeten ndër më vdekjeprurësit në planet.